Fillimet është vepra e Preç Zogajt, ku autori përshkruan një nga momentet më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, rrëzimin e diktaturës dhe lejimin e pluralizmit. Ky është një libër që është dëshmi nga një personazh që jam unë në rastin konkret, që edhe i ka jetuar ato ngjarje, shumicën e ngjarjeve, pra jam dëshmitar. Ka kronik, ka refleksione, ka dhe dokumenta. Pra është një tablo, mendoj unë, relativisht të rusë, sepse s'mund ta marr përsipër unë gjithat e kohë ta përshkruaj, e ngjarjeve kryesore që ndryshuan historinë e Shqipërisë në fillim të viteve 1990, 91, 92. Në veprën që vjen e ribotuar pas 10 vitesh, autori rrëfen lëvizjen e dhjetorit, që cilëson ngjarjen më të rëndësishme për vendin pas shpalljes së pavarësisë. Mund të cilësohet si libër historik sepse pasion disa ngjarje që janë historike. Për shembull, lëvizja demokratike e dhjetorit është lëvizje historike, por lëvizje që e paraprin, ngjarje që e paraprin këtë lëvizje, siç është përpjekja disa qytetarëve të Shkodrës për të rrëzuar monumentin e Stalinit me 14 janar 1990, apo protestat epike të Kavajës, të pashembullta në verën e vitit 1990, apo ngjarjet e ambasadave, apo takimi i Ramiz Alis me intelektualet të vendit, po në gusht të vitit 1990, shkrime, angazhime, daljen në skenë të disa intelektualëve me kërkesa për ndryshime derisa kulmojnë me lëvizjen e dhjetorit 90, janë historike si ngjarje, sikur si janë historike dhe pranimi i pluralizmit politik, themelimi i Partisë Demokratike që e ndërton pluralizmin në ditën kur u shpall për pa humbur kohë. Pastaj vjen transformimi i Partisë së Punës së Shqipërisë në Parti Socialiste, parlamenti i parë pluralist, zgjedhjet e para, pastaj zgjedhjet e dyta të parakohshme. Gjitha këto janë ngjarje në të vërtetë ku është densuar historia që kemi jetuar dhe jetojmë. Libri me dëshmi, refleksione dhe dokumente origjinale të periudhës 1990-1992 sjell ngjarjet e stuhishme të viteve 90, duke nisur me rrëzimin e bustit të Stalinit në Shkodër dhe ndalet veçanërisht te themelimi i Partisë Demokratike. Janë treguar me një stil hem shkrimtari, hem publicisti, siç jam unë. Risia është se unë jam brenda ngjarjeve. Risia tjetër, për cilën unë edhe kam shkruar librin, është përtej dokumentimit të ngjarjeve që e kanë bërë dhe të tjerë, nuk është se bëj vetëm unë, është për të treguar se në Partinë Demokratike, në vitin 1992 sidomos, ka patur një grup themeluesish, drejtuesish, intelektualësh Partisë Demokratike që kanë zhvilluar betejë të forta dhe epike për demokracinë e brendshme në parti, për diversitetin, për bashkëjetesën si të ndryshëm brenda informacionit politik, pra për vlerat perëndimore deri dhe duke sakrifikuar karrierën disa prej tyre. Duhet të ishte një trashëgimi e pasur për Partinë Demokratike, sidomos në kontekstin e aktualitetit kur shumë pak zëra si ato të fillimeve dëgjohen brenda asaj partie. Megjithse në atë kohë Sali Berisha ishte në kulmin e fuqisë vet, sapo ishte bërë presidenti i Republikës edhe zotronte gjithë skenën vet me figurën e tij, sot është krejt ndryshe. Pini kakao Van Houten nga Ornella Vorpsi është libri i dytë në Shqip. Në fakt, siç e dim, Ornella Vorpsi erdhi pas shumë vitesh që ajo u botua për herë të parë në italisht, pastaj në shumë gjuhë të tjera të frëngjisht. Është prap një nga ato shkrimtare, le të themi, që i konsiderojmë si të diasporës, por që janë tonat edhe për cilat ndjehemi krenare. Dhe Pini kakao Van Houten, pas vendi ku nuk vdiset kurrë, i cili në fakt është një roman i shkurtër. Pini kakao Van Houten është me tregime të shkurtra, po që i lidh të gjitha një fill shumë origjinal, që është shkrimi i Ornelës. Në moshën 16 vjeçare zbulova te vargjet e Majakovskit një fakt historik që më la të shënjuar përgjithmonë. Shoqëria Van Houten, tashmë e njohur në atë kohë për kakaon, në vitin 1910, pati një ide makabre dhe gjenjale, të blinte dëshirën e fundit të një të dënuari me vdekje për të promovuar pluhurin e saj të errët. Si dëshirë të fundit, burri përballë turmës duhej të bërtiste sloganin Pini kakao Van Houten. Familja e tij do të merrte në këmbim një shumë të mirë parash, që do t'i siguronte përcako përballimin e nevojave. Burri bërtiti, edhe unë si adoleshente bërtita, që atëherë ka ndodhur shumë ngjarje, por fjalia Pini kakao Van Houten mbetet brenda meje si një gur themeli në bazat e një shtëpie. Kështu shkruan autoria Ornella Vorpsi në botimin e këtij libri,
ndërsa shpjegon se nuk mund të jepte një titull tjetër, ndërsa historitë e librit gjithmonë e kthejnë te kjo pije e zezë dhe te magjia e saj se çfarë është qenia njerëzore, e aftë të shitet deri në frymën e fundit. Historitë janë tejet shqiptare, në fakt është një nga ata libra që më ka emocionuar pafund, më ka bërë të kujtoj të shkuarën, natyrisht këtu në këto tregime mund të ketë edhe tregime me nota autobiografike, po janë tregime në fakt që na duket sikur kemi dëgjuar, që na vinë si jehona nga e shkuara, vinë në përkthimin fantastik të Parit Teferiçit. Unë do thoja që secili nga këto tregime është një roman më vete. Secili nga këto tregime kanë një përmbajtje, por nga ana tjetër janë të shkruara në një mënyrë që të duket sikur dikush po t'i thot, është duke t'i recituar te veshi, por kanë brenda dhe shumë filozofi, kanë brenda shumë filozofi, shumë ndjenjë. Janë tregime që lexohen lehtë, se në fakt lexohen lehtë, por janë tregime që thash për secilën prej tyre të mbetet një kujtim në kokë. Librat e saj janë përkthyer në 22 gjuhë të botës, ka fituar çmime të njohura letrare dhe është zgjedhur ndër 35 shkrimtarët në Best European Fiction, antologji e kuruar nga Alexander Hemon dhe Zadie Smith. Emrin e saj e rigjejmë në antologjinë e Andrea Cortelleza, li narratori Deliani Zero, ku Vorpsi ripërkrah 25 shkrimtarëve më interesant të Italisë së sotme. Në Shqip, edhe vendi ku nuk vdiset kurrë dhe së shpejti dora që nuk kafshohet. Duke si libër i vogël, por është i mbushur me shumë xhevahire. Secili nga ata është një xhevahir i vogël, një vargu, le të themi kështu ta shikoja unë, i një vargu që është shumë i bukur për të mbajtur, edhe për ta mbajtur në trup, në shpirt. Pini Kakao Van Houten është vërtet një libër i cili nuk duhet humbur. Ky është libri i tretë që nxjerr në Shqip. Unë kam një karrierë gjatë për sa i përket botimeve, po unë nga viti 2000 deri në 2019 kam shkruar në gjuhën italiane, historitë janë shqiptare, po i kam shkruar në gjuhën italiane dhe i kam botuar në Itali. Kurse këtu kam filluar me Onufrin, në nxjerr librin e parë, pastaj kam nxjerr dhe 2 libra të tjerë, ky është libri i tretë në gjuhën shqipe. Romani Sab është një roman koral që tregon mbi vdekjen e një njeriu të mirë dhe mbi gjurmët që vdekja lën në shpirtrat e atyre që mbeten. Është një histori, domethënë, familjare. Është një sagë familjare ku tregohet historia përgjatë 70 vjetëve e familjes. Janë 9 personazhe të cilët qëndrojnë në një dhomë, kanë ardhur për të 40, se ka vdekur një pjesëtar i familjes. Dhe aty nëpërmjet monologjeve këto 9 personazhe zbulojnë historinë e vet, historinë e të ikurit, historinë e familjes, po edhe me sfond historik, domethënë shqiptar, çfarë ka ndodhur gjatë 70 vjetëve, që nga koha e Zogut deri në 90 kur u bën ndryshimet politike. Mbi të gjitha në rastet kur marrëdhëniet ndërmjet personave kanë lidhjen patriarkale të familjes Çalliku. Diçka thyet brenda me vdekjen e një njeriu të dashur, siç kriset kristali i padukshëm që mban bazën e vazos. Është një familje e Shqipërisë mesme, tregohet nga brenda, domethënë bota shpirtërore e tyre, relacionet mes tyre. Është një roman të cilin e kam shumë për zemër, sepse është dhe një gest nostalgjie ose një lloj rekuperimi për sa i përket kohës që ka ikur. Edhe besoj se është interesante edhe për lexuesin shqiptar, ta blej edhe ta lexoj. Shtëpia e gjyshit Meta dhe e gjyshesia ka qenë një teatër aq i madh ngjarjesh njerëzore dhe politike, saqë nuk mjafton një njeri për t'i treguar, por 9 persona janë mbledhur aty për ngushëllim. Janë pjesëtar të familjes Çalliku, fëmijë, nipër, një nunë, të cilët gjatë 11 kapitujve të romanit marrin fjalën e heshtje, çdo njeri nëpërmjet një monologu të brendshëm. Kam shkruar shumë libra, unë kam shkruar mbi 15 libra, por kjo është dhe mendimi i editorit italian që ky është një nga librat më të mirë që kam nxjerr deri tani, sepse nuk merret vetëm me jetën personale të një individit, po merret me botën shpirtërore të një familje të tërë. Artur Spanjolli ka lindur në Durrës në vitin 1970, që nga viti 1992 jeton në Itali, ku është diplomuar për letërsi dhe ku aktualisht punon si shkrimtar dhe piktor. Ai ka botuar shumë libra të shkruar në italisht dhe në shqip. Përshëndetje.
Takohemi këtë të diel me vargjet e ndjera të Amarilda Dokollarit, kushtuar të atit të cilin e humbi kur ishte ende e vogël. Së fundmi ka botuar librin Me syt nga qielli, ku dhuron shpirtin e saj duke gdhendur gjithë dashurin, mallin, lutjet, kujtimet. Sjell sot për ju poezin me titull Të kërkoj në qiell. Që kur isha veç 6 vjeç, kur qielli ma mori dritën, mbajta syt në pafundësi, si të kërkoj aty pritjen. U rita rrugës, hapa më shumë plothia e dritë ndër vita, por syt s'mindau kur askush nga qielli me ëndrat e ngrira nën qepall të pashlyeshme. Tani jam grua, në trup e vita, por brenda jam ende fëmijë. Ajo që priti çdo perëndim, me lot në sy, me mall për ty. Ti s'je, por je në frymë me shpirt, në qiellin që gjithmonë më flet. Dhe unë e vogla, dhe unë e ritura, syt i kemi njësoj për jetë. Me këto vargje të ndjera, ndahemi për sot, mirupafshim.